Jemi rikthyer dhe tashmë kam Kushtrim Ahmetin këtu në studio për të biseduar sigurisht për rrugtimin e tij dhe në fakt edhe për jetën përtej muzikës, përtej këngëve. Kushtrim, mirëserë dhe faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit Prizma. Shumë edhe për juve për ftesën. Kënaqësi gjithmonë me Alsa. Kënaqësi edhe për ne sigurisht që ju presim pikërisht këtu. Kushtrim, do flasim për rrugtimin tënd, dua të flasim për të gjitha nga pak. Një herë të pyes si ka lindur dashuria për muzikën për ty. Po foli për këndë. Unë gjithmonë si i vogël, gjithmonë kam pas qef të këndoj. Tani pastaj kemi qenë me familjen në Suedi, kemi jetu 1990-ën, 2 vite, e atje për erë babi mirke hajde këndo, unë gjithmonë kur këndoj, ashtu knaqem, ku e di, gjithmonë e kam dashur profesionin që e bëjt ashtë. Pastaj kom fillu në shkollë të mesme, kam qenë shkollë të muzikës në Gjilan. Pastaj kom marrë në fakultet në Tetov në 2010. Ku edhe mbeten në Tetov? Vazhdove jetën në Tetov? Po, u fejova, u martova. Kom një vajzë 5 vjeçare. Po, me jetë të gjatë. Faleminderit shumë. Për ndryshe edhe intervista e parë ka qenë te televizion ju në Alsa. Po kërë kemi fillu karierën 2010-2011. Më vjen mirë, prandaj edhe unë në fakt kisha qef që sërish ju kemi pas edhe kishte në fakt edhe në fund të kronikës që e kishim përgatit, ishte edhe një pjesë ku ju keni qenë këtë vit që kaloj, pra vitin e ri, festën e vitit ri, kështu që desha edhe për një intervist për te asaj, sepse ishte pak më e shkurtër. Edhe prezentimin që ma bot, shumë faleminderit, shumë bukur. Është shumë shkurt, se besoj keni karrierë shumë të gjatë, edhe ti vet, edhe së bashku edhe me grupin Allegro, po ishte veç një prezantim shkurt sa për të treguar pak edhe më pëlqej shumë, si e keni bërë, shumë faleminderit. Faleminderit edhe për te. Tash unë dua të të pyes, sepse ti the që e ke dashur gjithmonë muzikën. A ka qenë pjesë trashëgimile themi prej familjes, ke ndonjë në familje që merret me muzikë? Mami këndon. Për ndryshe kështu muzikant s'kam pas familje. Mendoj dajt, ti e pas ke hap rrugën. Mendoj kanë këndu të gjithë. Pika dajt ma shumë, se sa ka babi jo, ka mami ma shumë, ata po i marrë me ansamblet të ndryshme. Mami ka këndua, më jo kështu ftyrë publike. Profesionalisht të merret më gjatë. Megjithatë, talentin si zhuket e ke trashëguar pikërisht nga ana e mamit. Vendose sigurisht që shkollën ta bësh në shkollë të muzikës. Sa e rëndësishme është të të pyes një herë, sa e rëndësishme është sepse talenti sigurisht që është një pjesë e madhe për të kënduar sidomos, sepse nëse s'ke talent për të kënduar, nuk është shumë rënd për të vazhduar me muzikën, po sa e rëndësishme është edhe shkollimi, sepse kemi këngëtarë të cilët nuk kanë vazhduar shkollimin në shkollë të muzikës, po që sot këndojnë sepse kanë talentin. Po, të tregoj drejtën, nuk është edhe ka njëherë ma mirë merë edhe me diçka tjetër, mos u merë vetëm të këndosh. Ma mirë është bëjsh të një profesion tjetër, se unë për vetën tem, vetëm këtë profesion e kam bo, nështë ta u konë mirë ta kisha pasë një profesion tjetër. Se të thomë ka njerë, thomë, po mos me pasë që me bo përveç muzikës, që do bëj pastaj. Ska gjë, e ke muzikën edhe të... Po jo, për momentin jemi shumë mirë, faleminderit, mendoj se jemi të ju dhonë maksimum, amo ju kësha thonë trive ma mirë 2 profesionë në t'i bëjnë, se sa. Je bërë pishman që s'ke bërë ndonjë profesion, s'ke shkuar, s'ke ndjekur në një profesion tjetër? Nuk jam pishman fare, unë jam shumë i knaqër, ama mendoj se edhe pse e kam bo, se unë e kam kantën të përfundume. Unë përfundu për kantën në fakultetin e UT-s. Unë tash jo që e bëj profesionin që e kam bo. Unë tash mendoj këndoj, ama jo në atë sferën që duhet më profesionalisht të merresh me atë profesion. Megjithatë, ju artistët keni opsione të shumta, sepse më duket se një artist është i kompletuar në disa sfera. Le themi pak a shumë edhe në aktrim, kështu që kur ke talent për muzikë, pastaj është shumë më lehtë mendoj edhe për gjëra të tjera, për t'u gjendë edhe në sfera tjera, nëse jo ndonjëherë ndodh që nuk je në muzikë. Tash ti mos më shtin me emitua, edhe jam kështu edhe i mirë në emitim, i emitoj njerëz. E po me që më tregove, tash më vjen shumë keq. Jo, s'du tash, se tash kom se mas edhe jemi live. Për emocioneve. Ndryshe po, kom aftësi, mund edhe. Prandaj e theksova në fakt që artistët e kanë edhe këtë pjesë, kështu që ti si këngëtar, kë emiton kështu prej këtyre personave publik?
Tash ti mos e tani do më shtish të një toja, dhe kështu që s'du. Ta lëm krejt, jo nuk shti vetëm dua ta di kush janë ato personat që... Ftyra politike për shembull. Do kisha dash të shohim ndonjë fytyrë politike. Po herë tjetër ta dish duhet jesh i përgatitur për të bërë ndonjë sidomos të fytyrat politike, besoj që edhe publiku do kishte dashur tash të shoh një mitim. Pa merak s'ka problema, ma sot jo. Jo, sot jo, se tash tregova, unë ma shumë ma i mirë jam kur këndoj se sa kur jam në intervista kështu live. S'ka gjë, është bisedë që sigurisht ti të tregosh për jetën tënde, e the që erdhe në Tetov në 2010-ën, apo në 2010-ën ke ardhur në Tetov dhe Tetova të tërhoqi atë shumë sa për të qëndruar. Tetova për mua është një pjesë, si të thomë, mas pari mikpritin ma kam bohe, se atëherë kam qenë edhe i ri kur kam ardhur. Më kam prit jashtëzakonisht mirë, të cilët i përshëndes të gjithë shokët e miqtë e vëllezërit tonë nga Tetova për pritjen që më kam bërë mua personalisht. Unë nuk e di, jam shumë mirë njohës për kam shumë përjetime të mira, s'di si të them, kam filluar se ku ardhën e pjazgjoha, më kupton. I ri në moshë sigurisht studime. Në fakultet, kemi nisë të këndoj, ma kanë dhënë përkraje shumë të madhe. Si në përmramjet ndryshme, sidomos tash në për darës ma jemi tepër të kënaqur. Po, sigurisht, ka qenë një mikpritje dhe ti tash ma i ke bërë pjesë të jetës tënde. Tetova tash më është vendi yt. Po, këtë desha të përmend në fakt, sepse një nga ato që të shtyr në fakt. Tamam je vë Tetovar. Gjysë Kosovar. Jesh ndërruar tashmë në Tetovar, vajza besoj Tetovare më tashmë, apo? Po, fol edhe Tetovare, edhe Kosovare. Edhe Kosovarçi, edhe Tetovarçi. I përzihen, po. Edhe letrare, kuptohet. Sigurisht, sepse do e mësoj edhe në shkollë do. Falë se vështa pak, po kom emocione, se për herë kur diç para kamera, pa merak është shumë e kuptueshme, se jam shumë e sigurt që tash po do të shtit të këndosh, garant nuk do kesh fare emocione, po që të kemi dëgjuar shumë, sigurisht e dëgjuan edhe publiku dëgjuan një pjesë ku ti këndon dhe në fakt do ishte kënaqësi që të dëgjoja të këndosh, po që sot të kam ftuar pikërisht për të folur. Pse jo, bile këngën e fundit mbase, po, pak më tej. Më trego pak për grupin Allegro. Allegro është formu në vitin 2010, tash jemi në vitin 2026, do me thonë që 16 vite. Do me thonë hapat e pari, kemi marrë pjesë në Top Fest. Kënga parë ka qenë Alarmi, pastaj kështu kemi vazhdu. Unë si vokalist Kushtrim Ahmeti, saksafonist klarinet është Arbër Kosomi. Edhe Rita Mashin Flamore Gjepi, të cilë i përshëndes. I përshëndesim dhe ne nga këtu sigurisht. Përndryshe nuk jemi vetëm shok, po jemi edhe si vlezër, nuk e kemi vetëm, si thëmë, në atë aspektin, i din krejt qa du të bojë, ose ata veç me sy mire mi vesh, kur shumë respekt për Flamurin dhe për Arbërin, të cilë i përshëndes. Sigurisht, ato tashma, ju edhe Arbëri edhe Flamuri kanë qenë në fillim, apo keni qenë grup që në fillim krejt bashkë, pra 16 vite keni bashkë. Këtë rrugtim është... Krejt bashkë me to. Si bëhet edhe për zgjeta kur duhet për shumë ndonjë projekt të ri? Mendoj i këngëve, mendoj? I këngëve, po. Si shkon procesi? Po, për erë normal, më ledhemi, bisedojmë, si da bojmë, a e bojmë kështu. Asë njerë nuk e marrë atë vendimin krye tema, për erë së bashkë. Po që ka një lider, apo? Je më shumë ti a i lideri në aspektin duke qënë se je... Lider. Së më pëlqam të thëmë vetit lider, kështu që të gjithë jemi lider. Jep një ide, gjdo kush jep ide nëse duhet një këngë. Se cëllin atë profesionin e vetë, është lider, kështu që unë zakonisht s'kom qef të amarat prioritetin une. Po, kjo është modesti sigurisht. Më thuaj, si ke vendosur që pikërisht të ndjekësh muzikën popullore qytetare? Edhe jo në base ndonjë zhanër tjetër? Unë ju më rritë si vogël, gjithmonë ju më rritë me këngë popullore, me këngë shqipnisë mes, me këngë t'jugit. Kom dëgjuar përpara, kom dëgjuar dhe rock, edhe sa kam qenë adoleshent, heavy metal, qka s'kom dëgjuar, ama mas shukdim ka flejt muzika jone, mi filt. Knaqim kër e dëgjoja. Edhe gjuna është t'ja hupni vlerat muzikës tonë, se e shof tash rinia, edhe unë jam i ri, unë nuk jam... Po prandaj. Amo du të thonë të generatat e reja, në të fokusohen ma shumë ka muzika e mi filt Shqipe. Mus ta hupni,
se gjëna, me të vërtet. Shumë e vërtet këto këngë të reja që i bojnë, se dija, nuk përfaqësojnë base, nuk përfaqësojnë atë kulturën tonë. Do të ma shumë mos të shkojnë ka ona droga, ajo, kjo, jemi mesazhe tjera më të mira ka, jo ashtu mesazhe. Shumë e vërtet, në fakt fatkeqësisht kemi këngë që promovojnë gjëra të tjera në vend që të promovojnë kulturën tonë, që unë thashë edhe në fillim, ne kemi një kulturë, dhe më thonë jemi një popull që ka shumë kulturë, që ka shumë histori, prandaj edhe duhet të përçohet edhe të trashëgohet. Në studime ke pasur edhe profesor me Sadi edhe tenorin Kastriot Tusha, po. Çfarë ke mësuar nga ai, diçka që mbase nuk e ke menduar që pastaj në profesion do të ndihmonte një këshill ose diçka? Po, me profesor Kastriotin gjithmonë kemi kalu mirë, profesor, edhe pse të tregoj drejtën, unë jam shumë i sinqert, kështu që jo që ka arë shumë shpesh në fakultet, ka arë shumë rrallë. E përshëndes, respekt për profesor Kastriot Tushën, amo që ka mësuar vitina. E kum pa shumë rrallë. Njeri modest, Kastriot Tushë, emër i madh, çajo, kur gjë tjetër diçka. Sigurisht, është një nga këngëtarët, një tenor i cili kontributin e tij në... E kum pa shumë pak. E jep, po. Ma shumë u dash vetë të mësoj, kësa... E po tash në studime ke qënë, duhet studiosh vetë. Po, normal. Sigurisht. Më thuaj pak për grupin Allegro Bendi, mos e quaj grupin, po Allegro Bendi. Ju jeni shumë prezent në dasma, në mbrëmje, Po, kur kanë qenë ato... Kur kemi fillu si grup, për shembull, ma shumë kemi fillu në për neja, kështu... Në mbrëmje, në për kafeneja. Kemi bo muzikë moderne, pastaj kemi fillu ka muzika popullore që e bojmë tash. Pa. Qa jo? Keni filluar fillimisht, si që thënë, në për kafenej. Pastaj, kur kanë qenë ato, le të themi, thirrjet e para për të shkuar edhe në për dasma? Po, për shembull, kemi fillu në për do më thonë neja. Mbrëmje, po. Pastaj njerëz na kanë pa në për neja që kemi këndu, edhe na kanë thirrë. Edhe në dasma. Po. Ju po ashtu me atë stilin, keni vazhduar me atë stilin tuaj? Po, pastaj nisa ta e banë se mund ta bëj edhe... Po, edhe në dasma. Në dasma, dhe që? Sa ka ndryshuar, sa vite ka që shkoni në dasma? Po, pise kemi fillu në... Që në fillimet e para, pra kanë filluar njerëzit ju ftojnë për dasma, sepse din, do njerë dasmat janë shumë tradicionale, muzika juaj, sigurisht, është popullore, po që e ka pakat më festive, sigurisht. Jo, për fillim karierës kemi fillu na, do më thonë, frik tash të flamurit, para 16 vite ja kishë dërguar një dasmor, një video, do më thonë që pjaterit këndojnë që 16 vite. 16 vite. Sa ka ndryshuar me që prej në fillimet tuaja keni qenë pjesë e dasmave? Sa ka ndryshuar edhe kërkesat e dasmorve, le të themi, përsa i përket muzikës në dasma? Për muzikë, do më thonë, na i kemi që ato këngët që i kemi, këngët të bukra shumë të mira, mendoj se ndoshta dasmat ka ndryshuar, mundon të bojnë pak ma moderno, ma shtindoj një sen tjetër. Po, a ju kërkojnë që të bëni për shembull edhe le të themi kombinime të muzikës popullore me këto muzikën moderne, sigurisht? Po, normal, po. Cilat janë? Mendon edhe këngë në repertoar tjetër, përveç se këngë përveç këngëve tuaja popullore, që ju e keni repertorin tuaj, ju kërkojnë shpesh në përdasma edhe... Po, më varët, ashti ka dhe që të kërkojnë, pastaj emocioni, ajo kjo dhe e lojnë krejt, nuk përzien, vazhdo se mirë është. Për ju si është më mirë, t'ju kërkojnë, apo ta keni repertorin tuaj? Ska problem për neve, na gjithë shka kërkohet, vetëm dasmort dhe njerës t'jenë knaqër, abim për neve s'ka... A ka ndonjë këngë që s'do e kishe kënduar kur, për shembull në dasëm? Që si kisha këndu? Jo një, për nështë ta ka dhe shumë, po... Që nuk do doja t'i përkëndu? Zakonisht edhe one i këndoj ato që unë e kom qefti i këndoj. E kam repertoarin tim, po tash normal. Unë me mendoj se muzikë të keqe nuk ka. Po tash vartë të interpretu si e interpreton, se muzikë të keqe... Popullore e ke fjallën. Po popullore, qëfar do muzikë të keqe nuk eksiston. Amo normal, nështë se kisha këndu. Ka, kueli.
Mund të ketë ndonjë këngë që ndoshta nuk është shumë në stilin tënd, që nuk do të kishe kërkojnë tojnë këndoma. Nuk do të kishe kënduar. A është na herë kum këndu, kështu që. A është ndonjëherë sikletshmëra pjesa ku mbaron dasma dhe ti sigurisht, sepse shpesh e kemi biseduar edhe vetë kam biseduar me këngëtarë që shkojnë nëpër dasma, ti për shembull sigurisht je paguar për një orar të caktuar për në dasëm dhe pastaj dasmori kërkon që të vazhdosh ende me. A është sikletshme ajo pjesa, më trego pak si e ndjeni ju si grup? Kur ka energji të mirë, të njerëz, hiç nuk është e sikletshme. E vazhdoni? Po, patjetër, me shumë kënaqësi. Neve na kanë ndodhur që kanar na kanë thonë kushtrim të lutem, a ka mundësi edhe gjysore të vazhdojmë, do të paguaj ekstra, mu vetëm pse më ka thonë ashtu, mu e s'ka pas nevojë ekstra, po unë të kisha pas parë, unë të kisha thonë të sport. Prej energjisë? Ja, kur është energjia e mirë, s'ka kurfar problemi. Pra ka rëndësi energjia edhe dasmorëve edhe si u presin? Unë kom qef vetëm energji pozitive të kemi, pse jo, se i shof kanë stres pak, kur do fillojnë në rashtat, e kemi të shkojmë të restoranti, i kumë thirë mustafirët, ka dale se... Nga dalë, e merë shtruar, e merë këshu... Do kaloj edhe ajo. A e merë edhe jetën e përgjithësi kështu shtruar si? Po mundohem ta marrë dhe jetën, se tek më e fundit, pse t'i japmi vetit stres kot. Një jetë e kemë, ta jetojmë të... E vërtet, gjëra që kam për të ndodhur, do ndodhin, kështu që vetëm kot të stresohemi. Si erdhi emri Allegro, me qënë se e përmende besoj, në fakt, paka shumë e mora përgjigjen për kësaj që e merë jetën shtruar. Emri Allegro, nuk ja ku venduar, ja kanë venduar anëtarët e grupit, kështu që është mirë ndonjëherë kur vinë ata në emision ti vetë. Patjetër që do të pyesim edhe ato. Patjetër që do të pyesim. Allegro, po. Gëzim apo gëzim edhe festë. Gëzim are, festa. Ajo ka të bëjë, domethënë me emrin i përshtatet paka shumë edhe këngëve tuaja. Projekti i fundit hape dhe një shishe tjetër. Si erdhi si ide, sa kohë keni punuar për këtë projekt? Imja, unë kum pas dëshirë për ta kem një këngë si hape dhe një shishe tjetër, ashtu. Këtë punat e energjia pozitive. Po, shkon ku shkon të energjia. Po, edhe për ndryshe Valter Beço e ka punu këtë këngë, nga Shqipëria, të cilën e përshëndes. Unë jam ndoshta shumë i kënaqur. Ideja ka qenë ime, i kum tregu, ai ma kuptoi komplet konceptin çka po dua dhe vetëm ma dërgoi tekstin. Dhe mua më pëlqej shumë. Edhe u realizua më pas. Po, shpresoj se edhe njerëzve ju ka pëlqyer, është me të vërtetë këngë shumë e bukur. Këngë shumë e bukur, në fakt dhe një videoklip shumë interesant, sepse tregon gëzim hare. Aty ku e kemi incizu videoklipin, është një lokal në Kurrim, dhe zakonisht bëjmë muzikë, kafeteria Liu. Edhe spontanisht u bëja, jo që e kemi bo me plan, të thirrmi, kemi pas të bëjmë muzikë aty, edhe ka ndodhur këtë ideja spontane, aty, hajde incizojmë, bëjmë. Pra videoklipi është faktikisht pjesë e mbrëmjeve tuaj, ashtu si që bën edhe ju. Po, aty s'ka të bëjë kur gjo me ndalu, bëne, ktheje, jo, krejt ka ndodhur. Ashtu, originale, ka dalë originale. Në fakt po, edhe shumë e bukur edhe kishte shumë hare, ashtu si që është edhe vetë kënga, edhe ashtu si që jeni edhe vetë si grup. Si është prit edhe nga publiku më i gjerë, flasim? Mendoj se është prit mirë, se tashti edhe, si të thomë, ka shumë këngë të bukura që punohen. Po, ama ndoshta edhe njerëz nuk po dinë më çfarë zgjedhin. Po, e vërtet. Janë shumë këngë. Tashti edhe si të thëmë, këto puna e këtu në menaxhmentit që i marrin këngëtarë që i menaxhojnë. Ndoshta pak po shkon edhe e njoh atë taj do diskoteka, e njoh këtë. Si të thëmë, ma shumë tash nuk po bëhet, të funksionet ta marrë një artist mirë fill, të shkoj të këndoj live. Se sa mendoj tash ma shumë po fokus. E pra tani pja hupin edhe vlerën projekte të këngëve të mira. E vërtet, këngë të mirë fillta nuk, mbase lihen pak anash. Nuk kam qef ta ofendoj asë kënda, mendoj se pak është tu të pru kjo punat e na. është një realitet, po, është një realitet që janë darë... Duke një vlerësu njerës që kanë talent, me të vërtet. Në gjëna është. Se kemi talenta, jemi popull që kryojmë shumë talenta. Shumë e vërtet, në fakt, sepse e thej, me gjitha të, publiku që ju ndjek, sigurisht që shkon pas këngëve tuaja, i preferojnë ato këngët. Ne jemi shumë kënaqur, edhe i falenderoj të gjithë ata që na përkrajnë, na mbështetin këtë rrugtimin tonë.
Të pyes me dasmat të rikthehemi përsëri dasmave. Keni filluar me dasmat për këtë vit si keni qenë? Kemi fillu. Mirë, super. Kemi pasur që tje ishim edhe pardje. Kemi kalu shumë mirë, perfekt. Keni pasur angazhime. Fillojmë kadal pim prill, maj, pastaj edhe mbrëmjet e maturës. Shkoni edhe në mbrëmjet e maturës, zakonisht ju ftojnë, po. Vera me siguri që është shumë e ngarkuar, apo? Po, Vera. Kur është më mirë në dasma të shkosh tash apo gjatë verës kur veç më e keni marrë atë ritmin e jetës? A din si është kjo punë. Normal vera është pak më e lodhshme, më e sikletshme, ama për mua s'ka lidhje. Si vera, si unë e bëj me dashuri këtë punë. Po. Unë e kënaqem kur këndoj. Kur e do një punë, sigurisht. Kështu që s'ka rëndësi kur është. Normal, vera është tepër nga punës se... Nuk e ndjen atë lodhjen më në fund të verës të thuash që hajt më në fund pak pushim. Po normale, nuk diskutohet, ama du të thëmë kur ki punë me njerës, ma ta hekin edhe lodhin, sidomos kur shkon, kalon bukur, të gjithë janë të knaqër, kështu që ajo lodhja... Hiqet, harrohet. Sidomos pasi merr një ato parat pas dasmës apo. Po normale, tash do të jetojmë edhe na. Normal. Jo se mendojnë, thonë, se ju lehtë keni ju këngëtarët, ju artistë, ama me vërtet është punë shumë e stresuar. Normal. Kërkush nuk do të me rujt zonin, dush me flej, dush me pushu, zakonisht na dhe nuk na vjen shumë edhe me pushu. Se dikon edhe met, jo neja mirë, jo ajo, tani nesër pëse kemi bo muzikë, harron krejt. Po, e vërtet. Amo është punë, asë një punë nuk është e lehtë. Mendoj se çdo punë. Sigurisht, çdo punë i ka ato vështirësitë e veta. Çfarë ndodh në raste ku të ik zëri? Për shembull ndodh që je smur edhe të ka ik zëri, po që nesër ke për shembull ndonjë mbrëmje shumë të rëndësishme ose në dasëm. Unë ndoshta më ndihmu edhe puna se kum përfundu edhe kanton. Unë përveç se ditë këndoj edhe me diafragme, ditë arruj zonin, Që s'te ka ndodhë? Deri tash s'm ka ndodhë, sidomos kur e kapi mikrofonin, nuk mund të më diktojsh që s'kam zonin. Kjo është shumë mirë, tamam profesional, po edhe mundohesh, besoj mundohesh shumë që t'arruash zërin edhe... Se njerës të kanë rezervu, edhe ata presin, nata me veçantë e jetës tyre, dush me shku ti, mja... Po, kështu që... veç më të kanë rezervuar, sigurisht. Do të më rujtë. Po qëfar ndodh në raste? Zakonisht na, une me grupën që bëjmë muzikë, une ma shumë vetë, nuk kemi edhe zavendësu si që apë din, kështu që zakonisht da s'morë ndodhë që marrin ndë njerë, ama... Ndodhë vetëm ju të trejeni, dhe mësën vetëm grupi Allegro, pra nuk bendi Allegro, pra nuk... Mendoj kështu me këndoj veçone, nuk kam zavendësus, fare. Veç në qovë se da s'mori ka vendosë marri ekstra. Edhe një tjetër, po. Si është të mbash një dasëm, sepse dasma zgjatë, sa orë zgjatë, 5-6 orë mbase këngë... Varë pjatë tashti, zakonisht fillojnë folione tash si shofë 8:15, 8:30. Vazhdojmë deri ka ora 10, një pauzë 10-15 minuta, pastaj vazhdojmë deri në darka kur... Po, edhe pastaj është ajo... varët, sa rri njerë, sa shkojnë, me rëndësina nuk janë ndërprejnë, vazhdojnë. E ke energjinë, vazhdojnë ta kesh energjinë, për edhe pse je vetë për të kënduar, ti... Mas e ku më zgjedhë tash këtë punë. Qëfar ndodhë ndonjëherë kur nuk je, thjesht mund të ndodhë, të më thanë njerëz jemi, nuk je në disponim. Qëfar bën në ato raste? Këndoj prapë. Qëka të dojë, do të me këndu. E këtë disponimin. A të dalojnë për shembull, le të themi, persona që mbase të njohin pak më tepër, të dalojnë që nuk e qënë ditën tënde më të mirë? Ka pas rastet që normal, abin kam qenë ndoshta dhe i lodhë. Normal kemi shku ka e dasë me 25-26 dhe se ke pas matë energjinë dhe ose ka ndohë në erë ka kap në i grip edhe normal se ke pasat edhe njerës që më kanë njoftë ashtu më kanë diktu për erë kushtrim të qakive si jeti diçtaj që jemë. Si Allegroja. Po, e unë tani bojmë keq, alo ma keq kërë më thotë ashtu. Më së më thuj heq më. Edhe pastaj prapë vazhdojnë të këndosh që ta sillësh disponimin, ta rikthesh disponimin. Për verës jeni të veç më të rezervuar për dasma, sa kohë më përpara ju rezervojmë për dasma? Po, për 2026 më datat janë të mbyllur. Tashtë më gati edhe 2027 vetëm se... Pra një vit për para... 70% vetëm është rezervu. Një vit, 2 vite për para veç më rezervojnë. Po, tashtë më për para, i kemi marrë ma... Mendoj, tashtë ndoshta pse kërkesat janë rritë se piu pëlqej ma shumë ose... Po.
Sigurisht, ko pas kohë shohin prej në dasëm, domethënë njerëzit ashtu të shohin në një dasëm, pastaj kur bëjnë ato vetë në familjet e veta, ju ftojnë. Po, për shembull rezervimet ju sigurisht i merrni e dini më tashmë dasmat, sa dasma do keni për gjatë verës, për gjatë gjithë vitit. Po më thuaj, duke qenë se është një temë që diskutohet shpesh, edhe mendoj që ju mbase mund t'jeni më të duhur për t'u përgjigjur, duke qenë se jeni shumë afër dasmave. Thonë që shpesh ndodh që domethënë ka disa viteve të fundit edhe numri i dasmave, pra i martesave le të themi edhe i dasmave veç më ka rënë, sepse të rinj të çdo vite më shumë edhe për dasmat zgjedhin që mbase mos i bëjnë në vendindje, shkojnë në pushime, bëjnë gjëra tjera. Si e shihni ju krahasimin le të themi me para 10 viteve? A janë shtuar më shumë dasma gjatë verës? Si është kjo? Unë po foli... Sipas asaj ju që e shihni, sipas asaj që e uftojnë. Ju rrit kërkesat, nuk ju zvoglu. Dasma ka domethënë. Mendoj se ka dasma, jo besë dasmat nuk do ndalen asnjëherë. Po, e vërtet. Edhe pse jo, kur ke shoqëri, kur ke rreth mirë, pse mos të bësh? Ti sigurisht që je pro dasmave, sepse shkon këndon në dasma. Të tregova kur ke rreth shoqëri, edhe që pse jo? Plus është tradit që normal tradit, e kemi në tradit në shqiptare, pse mos me ruajtur edhe për cilë. Ajo mbahet me një herë bota. Vendet ku shkoni më shumë në për dasma, Tetova besoj që është top lista, po është kështu e para. Po e para është, nuk ka, edhe zakonisht ata na rezervojnë pin start, ma herë, kështu që ma shumë i kemi në Tetovë. Pastaj vendet tjera, pastaj... Po, i kemi Struk, kemi Kaçov, Gostivar. Jashtë kufive ju ndodh që të shkoni në Shqipëri, në Kosovë? Po. Në Shqipëri na ka ndodhur, kena pas edhe, kena kënduar edhe në Shqipëni kemi kënduar. Edhe në mbrëmje, besoj, në mbrëmje të ndryshme. Sa ndryshon, le të themi, publiku për sa i përket mbrëmjeve, tash mos fokusohemi vetëm te dasma, po në fakt mund bësh edhe një krahasim edhe me dasmat. Sa ndryshon publiku mes këtyre tre vendeve, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, në aspektin e muzikës? Vetëm dialekti që na ndryshon, se për ndryshe në aspektin e muzikës edhe të bërit dasmat ose të bërit neja, le të themi. Po nuk e di çfarë. Mendoj se shqiptari jemi. Prap muzika na... Prap njëjtë. Muzika, po, muzika në njëjtë e duam. Vetëm se folin ashta me dialekte ndryshme, ama për ndryshe njëjtë është, s'kan. Qa do kangë Shqipnis mesme, kangë Pollogi, kangë Jugi. Të pyes pak jashtë kësaj tash, jashtë muzikës, jashtë dasmave, si është kushtrimi jashtë muzikës? Pra, çfarë bën ti në kohën kur nuk këndon, në kohën kur nuk je nëpër dasma, nuk je nëpër evente të ndryshme? Tregova, e kam një vajzë, tash ma shumë i kum përkushtu asaj. Ema i ka 5 vjetë. Kështu që kohën e lirë mundojmë sa ma shumë e familje të kaloj. Normal, edhe me shoqëri. Kam qef dalë, edhe dalë, kam qef dalë shumë. Nuk jo jam njeri pak, nështë apo më shef, edhe të ne, kështu vëç livritë, ma hiperaktivë, kështu që normal, me familje. Energjitë të tepruar. Me rrethin e ngusht, me njerës që më kryon energji të mira, me ata kom qef të kaloj sa ma shumë, kohën e lirë. E përmendet disa herë vajzën, 5 vjeç, pra çfarë të ka ndryshuar, ose sa të ka ndryshuar të qenurit baba, prej në momentin që e bërë baba, sa ke ndryshuar mbase në stilin e jetës, mbase në atë qetësinë tënde, sepse fëmia sigurisht e don atë qetësinë, don që të kalosh kohë me të, sa ka ndryshuar jeta jote prej kur je bërë baba? Mendoj se ka ndryshu shumë, se i kisha shok që më tregojshin kërë më bo ma herët prind, ma për, nuk e di si është e ndjenja, unë isha, e di, e mirë isha si, nuk i besoje, nuk i kuptoja, po? Isha, po hajtë se, pak shaka. Jo, me të vërtet, kur po bëjshe prindish, me të vërtet kitë komplet jeta po të ndryshëja, i mendon base gjërat pa. Për mirë. Se di, ema ma ka ndryshu komplet mu jetën, kitë më ka bu një tjetër njeri, më ka... Se di, inshallah Zoti jep të gjithë aty në që s'ka fëmi. Fëmija është... Kur gjo s'ka rëndësia, as pasuria, as përveç se... Fëmija është i pazavëndësushëm. Sigurisht, familja mbi gjitha është më e rëndësishme se të gjitha. Po, të ka ndryshuar edhe në aspektin që tashmë e sheh le të themi botën pak më ndryshe, mundohesh që të japish atë kontributin tënd përveç kontributit që sigurisht je jep në muzikë, po edhe në gjëra tjera, për ta përmirësuar le të themi ambientin ku jetojmë, sepse çdo prind e thot këtë që në momentin që janë bërë prind,
i shoh gjërat pak më ndryshe. Mundohem që ambientin ta përmirësoj pak më tepër për shkak të fëmisë që dua ta rris në një ambient të shëndetshëm. Po çashtu, shumë e vërtet. Edhe unë kam dëshirë tash edhe të rritet me kretat të mirat e jetës normale. Për ata shpunojmë, ama të shumë mirë e thave, që janë dy... Do të njeri pak me mendu dhe në atë aspekt. Po, të bëjnë një ambient sa më të shëndetshëm, sepse mendoj që çdo njeri prej nesh nëse kontribon në pjesën e vet. Po, qojmë, çka po bën. Po. I sheh edhe problemet sepse tash për shembull tash në Tetov duke jetuar. Shoh non stop tash se di ky puna me këto bombat që i lajmërojnë. Po, në shkolla. Shumë edhe unë vajzën ende kam shumë të vogël, ama tash ti mendon njëri pse të ndodhin këto. Non stop ka në alarme, fëmijët i largojnë tani nuk ku e di, pak. Edhe sigurisht kjo të shqetëson si prind që e vetë, sepse nesër pas nesër në ato shkolla do shkoj edhe fëmija yt. Në fakt, kam pasur edhe një mysafir, edhe disa mysafir që kam përmend që kanë qenë prind, kanë thënë që prej në momentin që janë bërë prind, kanë filluar të shohë edhe më shumë problemet që i ka për shembull një qytet. I ke vërejtur ti këto problemet, le të themi, problemet që nuk ka vende ku të kalosh me karrocë për fëmijë, dhe këto gjëra të tjera parqe. Po, shumë e vërtet. Po, ka shumë e vërtet. Për shembull, sa të kese më shumë parqe. Po, ku të dalësh me fëmija, ku të argëtojt fëmija, po. Duke që ke një lidhje... Sa ma shumë investu në ato sene, se jo. Ke një lidhje shumë të veçantë me vajzën, ne do të flasim, do të vazhdojmë ende të vajza, po që tani do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas publicitetit rikthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj këtu me Kushtrim Ahmetin, të cilin në fakt edhe pse ka shumë emocione gjatë gjithë intervistës, unë nuk i tregova që do të kemi një surprizë dhe Kushtrim kemi përgatitur një surprizë, dikush ka vendosur që të surprizoj pikërisht në emision, sepse ne her pas here e bëjmë këtë gjë me mysafirët, kështu që nëse ka mundësi ta ndjekim video mesazhin. Këndej. Eva. E ma bukuroshe. Vendosi të surprizoj. Si e pritë këtë surprizë? Besoj për në qerdhe është realizuar. Më emocionova pak. Ose sa mirë. Edhe ta këndoj edhe një këngë në fund. Po ka qef të këndoj edhe kja, këtu të qerdhja. Besoj se ato vajzat ja kam bo mësusat. Dhe cili përshëndes. Po, faleminderit shumë në fakt edhe unë e përshëndes edhe bashkëshortën tënde, sepse asa ja kërkova sigurisht dhe unë munduar që... Ua, sa mirë. Pra, s'desha të tregoj. Po, më të rëvër më tepër, tash se veç më ishe në siklet, po... Tash më shumë. Si është, sepse po e shohim që me njëherë dhe më thonë të këndoj edhe ajo, pra e këndoj edhe një këngë për ty, e sheh që ka talent, a do kështë dash që ta ndjekë rrugën në muzikë? Po pse jo, në qofë se i pëlqen. Amon jo ashtu t'ja imponoj, demek... Duhet pa tjetër. Ja, a në qofë se ka dëshirë, da përkraj me shumë knatësi. Edhe pse mendoj se ka talent. Plus tash më thot non-stop të ma bëjsh një kangë se du të bledzat. Të marrë pjesë në festival, ja? Edhe tash da përkraj pa tjetër, qofë se e ka zgjedha të rukëtim me shumë knatësi. Edhe pse s'kom qef t'i përzijem njët as njëherë. Qka do që të zgjedh, vetëm mirë. Për ndryshe po pa tjetër. Vetëm mbështetjen do ta ketë sigurisht. Pse jo. Pse jo, po ta ketë talentin, muzika është... Edhe pse mendoj se ka talent ema. A i këndon këngët e tua në shtëpi? E dëgjon shpesh? Po këngën e re sidomos, e ka shumë qef.
Hape dhe një shishe tjetër. A të këndon ndonjëherë ose të kritikon, më saktë të kritikon diçka për ndonjë këngë, të thot babi, kjo këngë nuk më pëlqen ose është fëmijë shumë i vogël është. Po, e vogël, edhe i ka 5 vjet, edhe është shumë e urtë ashtu, nuk është mendoj se alo, po, ende e vogël. Do shta ma vonë. Do i ketet ajo ato kritikat e veta. Mo se këndo këtë. Shumë e vërtet. Duke qenë se ti the që nëse edhe unë në fakt të thash më herët, që ty po të çtim të këndon pa problem, po që këto intervistat mbase i kishe pak në siklet, do doja të dëgjojmë në fakt atë që e tham edhe në fillim, të dëgjojmë pak edhe nga ty ndonjë këngë, po mbase që do ja kishe dedikuar edhe Emas, pse jo, ose një këngë që mbase ose edhe këngën e fundit me që e ka qef ajo. Këngën e fundit ta këndoj pra vetëm refreni. Si të duash. Kush ka me randja? Andej, po. Hape dhe një shishe tjetër, ta kujtojmë kohën e vjetër, mos e vriti mendjen kot, hallet mban rakia ngot. Hape dhe një shishe tjetër, ta kujtojmë kohën e vjetër, mos e vriti mendjen kot, hallet mban rakia ngot. Shumë e bukur, shumë faleminderit. Për Emën në fakt, nëse na dëgjon na sheh Ema, do ta sheh edhe emisionin. Kjo ishte pikërisht për Emën me që e kishte qef edhe këtë këngën e fundit. Teksa flasim edhe për familjen, sigurisht që e përmendëm, domethënë angazhimet e tua janë të shumta. A ka ndodhur ndonjëherë që prej angazhimeve tuaja, sepse je në mbrëmje, je në dasma, gjithkohës je në lëvizje, por edhe në momentit ku mbase nuk keni shumë evente ose gjëra, ju normal krijoni, kështu që jeni gjithkohës të angazhuar. Ka ndodhur që për shembull në ndonjë event, le të themi, ose në ndonjë ngjarje familjare shumë të rëndësishme që të ketë ndodhur mos jesh pjesë dhe si ndihesh në këto momente kur të mos jem pjesë. Pjesë, pra nuk je për shkak të angazhimeve, nuk je me familjen në ndonjë deri tash moment që rëndësishëm. kemi bë 16 vite karrierë. Deri tash nuk na ka ndodhur ende të kemi. Shpresoj se asnjëherë nuk na ndodh, po tash normal jemi njerëz. Mund të na ndodhe çka mos. A më deri tash... Jeni munduar që të balanconi, sigurisht edhe ti vetë je munduar që të balancosh. S'kem pas ashtu si momente, që mos të shkoj dikujt ose... Po. Si e balancon edhe këtë pjesën, sepse the që je person edhe që don të dalish, kështu që si mundohesh ta gjesh le të themi atë kohën edhe për familjen, edhe për vajzën, edhe për familjarët tjerë. Së pyeta në fakt edhe familjen, pjesën tjetër të familjes e ke në Kosovë, po? Po. Si e gjen edhe kohën, sepse duhet edhe të udhtosh? Po shkoj shpesh, se afër Kosova një orë gjysmë është. Shkoj shpesh, atje kam mamin, babin, një vëlla e kam jashtë në Suedi është, motrën e kam në Gilin Gjila. Kështu që... I viziton, e balancon atë jetën mes angazhimeve dhe familjes. Mundohem tash të gjitha ka pak. Të gjitha nga pak. Ema? Kur kemi kohë tash normal, kohën i krym na rezervime që i kemi, pastaj mendoj se kemi edhe kohë të mirë edhe me familje. Kush do mund të gjej kohë, apo? Po, patjetër. Ema preferon më shumë të qëndroj, sigurisht ajo, tashmë e Tetovës është, po që si është kur shkon në Gjilan? Ka qef të shkoj, apo? Po, shumë. Edhe atje knaqet, me prind. Lazrohet, me siguri. Edhe kur e pyet Ema, a je, se tash të shqiptari jem, s'ka lidhje. Po që... Edhe i thom, tash pyetje ashtu, a ki ma bën une edhe kosovarqe edhe tetovarqe. Cilën e thekson më shumë? Tetovarqen a kosovarqen? Apo të dyja, varet ku është? Kur fol me mu, fol dialektin e Kosovës. Si fol jone. Me mamin e vetë fol letrare. Me gjyshin fol tetovarqe ka pak. Do t'i ke gjitha dialektet të gjitha nga pak. Ti rikthehemi pak edhe Allegro Bandit, duke qenë se po afrohemi edhe nga fundi i emisionit. Të pyes një herë kështu nga ju të tre, kush është ai person që vënohet mbase në disa raste? Keni ndonjë që gjithmonë është vënohet? Tash të tregoj drejtën, të tret jemi shumë precis, jemi shumë serioz në punë. Që s'na ka ndodhur asnjëherë, nuk jemi... Jemi me të vërtet shumë në 6:30, aty do jemi. Kështu që vonesa të nas... Nuk ka, po kështu në shoqëri, shembull jashtë eventeve në shoqëri. Ndoshta arë është pak ma dembelo. Pak më shumë. Për ton pak më shumë. Kush është më kritiku nga ju? Ndoshta une. Po unë ma... Për çfarë i kritikon më shumë, le të themi, pjesën tjetër të grupit të Bandit?
Ko e di, unë kom qef gjithmonë të jemi mirë e ma mirë, kuptojsh. Asnjëherë nuk mendoj se gjithmonë kom qef t'jena on top, ashtu. Sigurisht, po. Edhe me profesionin. Edhe pak ma ashtu ma, si të thëmë, I don t'i kesh gjërat në vi, le të themi. Don t'i kesh gjërat në vi. Sa kohë ju merr, nëse për shembull e keni filluar tash një projekt ta zëm. Sa kohë ju merr për ta përfunduar krejt komplet, qoftë videoklipi, teksti, ndodh që të shkruan edhe ti ose Jo, zakonisht i kemi bërë me kompozitor. Me kompozitor. Po, deri tash ndoshta me marr atë iniciativë bëjmë edhe vetë, po ma shumë kemi bazë bashkëpunime me Virusin, me Valterin, me Florën Boshnjakin kena bashkëpunu. Kështu që sa të merë ko, po është punë e lodhshme, është nuk ka punë vendin ku da organizojsh punën e videoklipit, t'i gjejsh njerëz. Do me thonë, lybe një përkushtim. Shumë e vërtet. Si vendosni për videoklipet, për shembull, kur keni ndonjë këngë që është shumë e hereshme, gëzueshmja si për shembull me rastin që ndodhi edhe në këngën e fundit. Vendosni vetë për videoklipet se ku? Po, zakonisht idejat mundohemi vetë t'i bojmë, pastaj i tregojmë produksionit me këndo bashkëpunojmë si do bojmë. Zakonisht ma shumë idejat i japmi vetë. Okej, duke qenë se erdhëm nga fundi, më trego projektet e radhës. Çfarë të presim nga Allegro Band, nga kushtrimi? Po tash më shumë jemi të fokusuar tash puna e sezonës, më shumë t'i përfundojmë një herë këto, pastaj normal do ketë edhe këngë të reja, videoklipe të reja. Amo një herë jemi më shumë të fokusuar te këto evente që sa po kanë filluar. Te dasmat që sa kanë filluar. Pastaj normal. Keni edhe tash edhe këtë periudhë keni dasma e thënë, domethënë që keni filluar. Kemi maj. Ma vetëm kemi filluar. Po. Cili do t'ishte një mesazh i fundit për të gjithë të rinj, të cilët mbase duhet të ndjekin muzikën e mirëfillt, popullore, qytetare. Në këtë rast, në fakt edhe një mesazh pse jo edhe për vajzën tënde, që nesër pas nesër nëse vendos të bëhet këngëtare, cili do t'ishte një zhanër që jo do t'ja thoje ta bënte, po që do dëshiroje pse jo ta ketë në këngët e veta. Unë mas pari kisha thonë, mas pari t'jesh vetvetja, aja ka shumë rëndësi, t'jesh vetja. Normal jemi njerëz me gabime, nuk jemi perfekt, ama ajo e para që dush më konë vetvetja. Pastaj, si të thamë, një mesazh mbase për të ruajtur, sepse ti e the që është që do të ruajmë traditën, kulturën tonë. Të dëgjojmë sa ma shumë muzikë shqip, të mirëfillt shqiptare. Të mirëfillt shqiptare. Ky është mesazhi, po. Në fakt edhe e the edhe pak më herët që është shumë e rëndësishme që të dëgjohet muzikë shqip, të dëgjohet muzikë e mirëfillt shqiptare, popullore, pse jo, sepse sa vine po e humbim tash edhe me globalizmin, le të themi, që na ka pushtuar, sepse shohim të tjerët. Ma pak telefona. Kësaj s'mundemi t'i shmangemi fatkeqësisht, po që se shoh se më edhe tash edhe nejat kur shkojsh më njerëz i ka hupe dashuria, si të thëmë, ma shumë rrinë se sa arktonë, rrinë për telefona. Po, më shumë inqizojnë ose rrinë... Jeton e jetën, knaqën ja, shioj, balzoni. Tash më duke ashtu ka ardhë koha, që jeta shioj duke bërë video për t'i postuar në Instagram edhe në rrjetet sociale. Shumë e vërtet. Kushtrim, shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit, shpresoj... Ndoshta pata pak emocionit që zakonisht kur dalin për kamera. Është normale, po besoj që kishe disa momente të bukura, sidomos me... Kështu jam. Original, ashtu si që ashtu ke ardhur edhe në studio, kështu që ajo është edhe dëshira jonë në fakt që mysafiret kur të vinë këtu të jenë pikës pari të jenë rahat, po pastaj të jenë edhe vetvetja që e the edhe ti, që duhet patjetër të jenë vetvetja. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit shumë faleminderit. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim edhe këtë epizod të emisionit Prizma. Ju së bashku me Prizmën do t'jeni edhe nesër me kolegen Flora Shabani, sigurisht edhe gjatë gjithë javës do t'jemi bashku, do t'kemi edhe mysafir shumë të veçantë, mysafir mjaft interesant dhe tema të ndryshme sigurisht. Unë ju uroj një pasditë të këndshme, bashkë mirupafshim.